në takimin që pata sot me ta, përfaqësuesit e shoqatave të tyre shumë serioze, ata vlerësuan realisht programin e Partisë Demokratike për vendosjen e minimumit jetik 200 euro, që është interesi më i madh i mbi 520.000 pensionistëve, të cilët marrin që të gjithë ndën 200 euro, vlerësuan kartën e konsumatorit, edhe ajo si një lehtësim real, por bën dhe sugjerime tjera të drejta. Dhe unë u premtoj sot pensionistëve shqiptar se të gjitha padrejtësitë ligjore në përllogaritjen e pensioneve marrin fund brenda 3 muajve të parë të qeverisjes së Partisë Demokratike. Qytetarët duhet ta dinë se në ligjet për pensionet ka absurditete, ka mohime kontributesh, ka mohime vitesh, ka arbitraritete. Ta zam, në ligjin e kohës, punëtori në kooperativën bujqësore, kooperativisti fillon të punën në moshën 14 vjeçare, kurse ndërmarrjen shtetërore në moshën 15 vjeçare. Edi Rama ka shpallë si vit fillimit punës moshën 18 vjeçare, duke u mohuar në këtë mënyrë 3 dhe 4 vite qindra mijëra pensionistëve. Unë thash këtu vetëm një shembull të absurditeteve ligjore që këta kanë vendosur.